Të nderuar miq, të dashur vëllezër dhe motra me Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin tonë të përditshëm Komenti i Shkrimit të Shenjtë. Jemi në datën 14 qershor, dita e diel, dhe në këtë ditë, që është dita e Zotit, dhe ne të krishterë ortodoks mblidhemi në liturgjinë ynore, që është lutja zyrtare e kishës. Në liturgjinë ynore ne lexojmë një pjesë nga letra e apostullit Pavlit te Romarëve, kapitulli 2, vargu 10 deri në vargun 16. Mendoj ta lexojmë dhe ta komentojmë këtë pjesë të letrës së apostullit Pavlit drejtuar Romarëve sipas ëndrrave të kishës. E lexojmë dhe komentojmë: mundim dhe ankth mbi çdo shpirt njeriu që bën të ligën, judeut më parë pastaj grekut. Por lavdi, nder e paqe, cili do që bën të mirën, judeu dhe pastaj grekut, sepse tek Perëndia nuk ka anësi. Në fakt, të gjithë ata që kanë mëkatuar pa ligjin do të mbasin gjithashtu pa ligj, dhe të gjithë ata që kanë mëkatuar në ligj do të gjykohen sipas ligjit, sepse jo ata që dëgjojnë ligjin janë të drejtë para Perëndis, por ata që zbatojnë ligjin do të shpajtohen. Në fakt, kur jo hebrejt që s'kan ligjin nga natyra bëjnë punët e ligjit, ata megjithse s'kan ligj janë ligj për vetveten. Këta tregojnë veprën e ligjit të shkruar në zemrat e tyre, por dëshminë që jep ndërgjegjja e tyre dhe sepse mendimet e tyre shfaqsojnë ose akuzojnë njëri tjetrin. Ditën në cilën Perëndia do të gjykojë të fshetat e njerëzve me anë të Jezu Krishtit sipas ungjillit tim. Kjo pra është pjesa e apostullit Pavlit drejtuar të Romakëve, dhe etjet e kishës e kanë komentuar, por le ta marrim varg për varg. Mundim dhe akt mbi çdo shpirt njeriu që bën të ligën, judeun dhe pastaj grekun ose paganin. Shënoi Johan Gujardit thotë se judeu më parë nuk do thotë favorizim, por përgjegjësi më e madhe. Ata që morën më shumë zbulesa nga Perëndia, flasim këtu për dhjetën e vjetër, por edhe Krishti shkoi në fillim për dhënat e humbura të Izraelit, pastaj çoi apostujt te kombet, kështu që ata mbajnë një përgjegjësi më të madhe. Kujt u dha shumë, shumë do t'i kërkohet. Shoh Teofilakti Ori shpjegon se ndëshkimi nuk bazohet në paraqitësinë etike, por në veprat. Pra, çfarë veprash kemi përpara Perëndis? Sepse tek Zoti nuk ka thjesht lidhje gjaku, dhe tek lidhja gjaku nuk funksionojnë, por besa dhe veprat. Njeriu nuk gjykohet nga emri, komësia, feja, e deklaruar se tradita familjare, kush bën të keqen, kor pasojat shpirtërore të së keqes, dhe e kundërta, kush bën të mirën me shpërblimin e saj. Këtë duhet ta kemë parasysh të gjithë, siç ishte në atë kohë judeu dhe greku, sot duhet ta kemë parasysh edhe ai që është i krishterë ose dhe jo i krishterë. Por le të flasim edhe për vargun 10. Por lavdi, nder e paqe, cili do që bën të mirën, judeu dhe pastaj grekut. Pra, në fillim flitet për juden që kishin përgjegjësi, nëse ata nuk zbatojnë ligjin, dhe pastaj për grekun ose paganin, pastaj në këtë varg flitet për nderin që në fillim fare do të marrin juden, pastaj grekët ose paganët. Shën Ambrozi Milaj thotë se Perëndia shpërblen veprën e mirë kudo që e gjen. Lavdia është pjesëmarrja në jetën hynore, nderi pranimi nga Perëndia, paqja, pajtimi plot me të. Besimi i vërtet duhet të jap fryte. Mirësi, drejtësi dhe dashuria nuk janë dytësore, ato janë shenja të jetës me Perëndin. Kështu që atij që u dha shumë do t'i kërkohet, dhe patjetër që është i pari që gjykohet, është i pari dhe që shpërblehet. Siç ishim judejt me paganët, po sot jemi në të krishterët me njerëz të cilët nuk besojnë. Neve Zoti do na gjykojë të parët, si thotë apostulli Petro në letrën e tij, dhe gjykimi i Perëndis fiton nga shtëpiakët e Perëndis, nga ne të krishterët, dhe neve na u dha shumë do na kërkohet, edhe qortimi, ndëshkimi për pabesimin tonë dhe mëkatet tona, por edhe shpërblimi për besimin dhe të mirat tona. Pastaj do vijë dhe gjykimi për kombet e tjera. Por le të flasim për vargun 11, ku na thuhet, sepse tek Perëndia nuk ka anësi. Kjo është shumë e rëndësishme. Shën Agustini Hipos thekson se Perëndia nuk sheh fytyrën e njeriu, por zemrën. Zoti nuk i interesohet nga lidhjet e gjakut, nga tarafi, nga afërsitë që kemi ne me njëri tjetrin, por Zoti shikon zemrën e një njeriu, bën skaner. Shën Johan Gojarti vërën se ky varg rrezon krenarinë e judejve, të cilët mendonin se ishin një popull elit, i privilegjuar, vinin nga Abrahami, Isaku, Jakobi, por
çdo njeri është ikona e Perëndis dhe çdo njeri do gjykohet sipas Perëndis. Pra, çdo njeri që mbështetet në privilegjet e jashtme nuk do të gjej në një favor tek Perëndia, ashtu dhe ne si krishterë nuk do kemi një privilegj se thjesht vim nga tradicioni krishterë, kemi pasur të afërmit tanë të krishterë, por çfarë kemi bërë vetë. As pozita shoqërore, as fama, as pasuria nuk kanë pesh para Perëndis. Ajo që ka rëndësi është gjendja e zemrës, besimi dhe veprat që bën çdo njeri për nesh. Në vargun 12 lexojmë: në fakt të gjithë ata që kanë mëkatuar pa ligjin do të humbasin gjithashtu pa ligjin, dhe të gjithë ata që kanë mëkatuar në ligj do gjykohen sipas ligjit. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse bëhet fjalë se si do gjykojë Perëndia ata që njojtën ligjin ose nuk e njojtën. Edhe sot kemi njerëz që e dinë ungjillin, ka njerëz që nuk e dinë ungjillin. Perëndia gjykon secilin sipas dritës që ai ka marrë, mundësisë që ai ka pasur. Ata që nuk e njohin ligjin e Mojsiut, e flet këtu për paganët, nuk do gjykohen sipas tij, sipas kritereve të ligjit dhe detyrimeve ose ritualeve që kishte ligji, po sipas ndërgjegjes dhe njohurisë që kishin. Ky është ligji natyror. Ligji natyror është mos i bëj tjerëve atë që s'duan të ta bëjnë ty. Pra, s'duhet gënjes, s'duhet vjedhës, s'duhet vrasës, sepse këtë nuk duan të ta bëjnë ty. Pse ja u bën të tjerëve? Me këtë ligj Zoti do të gjykojë dhe ka gjykuar edhe kur vajti në botën e të vdekurve të gjithë shpirtrat e paganëve që ishin në botën e të vdekurve. Por edhe ky është kriteri për gjithë ata që nuk kanë pasur mundësi sot të njohin thjesht edhe ungjillin dhe parimet e krishterë. Pra, përgjegjësia rritet me njohurinë. Një krishter që njeh ungjillin mban përgjegjësi më të madhe, ashtu siç ishin judejnë për grekët ose paganët në atë kohë, edhe sot i krishterin ka një përgjegjësi më të madhe se ata që nuk e njohin ungjillin, që nuk kanë pasur mundësi ta dëgjojnë kur ungjillin. Pavarësisht se sot ungjilli është një nga librat më të përkthyer dhe ka mbajtur në gjitha cepat e botës, prap mund të themi që ka njerëz që nuk kanë pasur mundësi ta dëgjojnë. Dhe Zoti nuk do t'i kërkojë njohuri për ungjillin kur ata nuk e dëgjuan, por do të gjykojë sipas ligjit natyror që është në zemrën e çdo kujt. Pra, mos u bëj tjerëve atë që s'duan të ta bëjnë ty. Ky është ligji natyror. Kurse në vargun 13, sepse jo ata që dëgjojnë ligjin janë të drejtë para Perëndis, por ata që zbatojnë ligjin do të shfaqsohen. Pra, si interpretojmë këtë varg? Shën Johan Gujati thotë, nuk mjafton të dëgjosh shkrimin, duhet ta jetosh. Kjo është një goditje kundër formalizmit fetar, sepse judejt mbureshin me ligjin, por nuk e zbatojnë ligjin. Kjo nuk do thotë se ata ishin të shpëtuar. Ashtu edhe neve sot si të krishterë ne themi kemi ungjillin, ne kemi misteret e kishës, ne kemi traditat tona, por nëse ato ne mbetemi thjesht në aspektin e dëgjimit ose formalizmit, to nuk na shpëtojnë. Prandaj duhet kemi kujdes nga formalizmi fetar që ishte smundje e fariseizmit ose judaizmit në atë kohë. Edhe sot kjo është një smundje që kap të besimtarët e krishterë. Pra, nuk mjafton të lexosh Biblën, të shkosh në kishë ose të njohësh doktrinën. Pyetja është, a zbaton ato që ne dëgjojmë dhe mësojmë në kishë? Dhe në vargun 14 lexojmë: në fakt, kur jo hebrejnë që s'kan ligj nga natyra bëjnë punë të ligjit, ata megjithëse s'kan ligj, janë ligj për vetveten. Pra, në këtë varg na përsëritet ajo që tham dhe që etrit e kishës Shën Justin Martiri sheh këtu praninë e logusit në çdo njeri. Pra, çdo njeri është krijuar sipas ikonës Perëndis dhe biri i fjala e Perëndis, edhe pse njerëzit nuk e njohin, punon në shpirtrat e njerëzve. Pra, mbjell aty atë ligjin natyror, pra, e moralin që është nga Perëndia, që mos bëj keq tjetrit, sepse çdo njeri është ikonë e Perëndis. Shënjon Damaskini shpjegon se Perëndia ka vendosur në natyrën njerëzore një njohje themelore të së mirës dhe të së keqes, sipas asaj që tham ligji natyror. Edhe njerëzit që nuk e njohin Krishtin mund të tregojnë dëshmëri, mëshirë dhe drejtësi, sepse ndërgjegja është një dhuratë universale e Perëndis dhe gjithë njerëzit e kanë ndërgjegjen që të përgëzohen për të mirën dhe të ndalon ose të gjykon dhe akuzon për të keqen. Vargu 15 na thotë: këta tregojnë veprën e ri të shkruar në zemrat e tyre për dëshmi që jep ndërgjegja e tyre, dhe sepse mendimet e tyre shfaqsojnë ose akuzojnë njëri tjetrin. Në këtë varg
përsëri Apostulli Pavli sqaron atë çfarë tha më sipër. Shën Agustini i Hipos e quan dërgjegjen gjykatësin e brendshëm. Shën Maksim Rëfysi thotë se dërgjegja është zëri që kujton ligjin hyjnor brenda njeriut. Sot, kur ndjejmë qortim për një padrejti ose paqe për një vepër të mirë, ndërgjegja po kryen funksionin që e përshkruan Apostulli Pavli dhe ndërgjegja është zëri ose gjykatoria e Zotit tek çdo njeri. Prandaj asnjëri nuk më thotë un jam pa ligj, edhe pse ai nuk e njeh ligjin e Perëndis. Ka këtë ligjin të shkruar në zemër, ligjin natyror ose që e kontrollon ndërgjegja jonë. Pra, ky është forma e gjykimit që do bëj Perëndia. Dhe këtu Apostulli Pavli jep të pyetje për ata që thonin se si do gjykoj Zoti kombet, ose ata që nuk e njohitën ungjillin siç ishin për shembull dhe grekët nuk e dinin ligjin e Mojsiut. Por vazhdojmë dhe lexojmë vargun 16, ditën në cilën Perëndia do gjykojë të fshetat e njerëzve me anë të Jezu Krishtit sipas ungjillit tim. Ky varg, që është e vargu i fundit për sot, na thot si interpreton dhe Shënqërilli Aleksandris, se gjykimi nuk do të merret vetëm me veprat e dukshme, por dhe me qëllimet e fsheta, me motivet. Shën Johan Gojarti vëren se shumë gjëra që njerëzit i fshehen nga bota janë tashmë të njohur nga Krishti. Biri dhe fjala e Perëndis, Jezu Krishti, që është bërë të bir njeriu, do gjykojë të gjallët degër, sepse Ati nuk gjykon asnjë, gjithë gjyqin ja dha Birit, që ashtu si nderojnë Atin, nderojnë dhe Birin. Dhe Jezu Krishti do gjykojë fjalët, veprat dhe motivet. Dhe si Perëndia ai di të gjitha gjërat, di dhe motivet e zemrës sonë. Shoqëria shpesh gjykon sipas pamjes së jashtme, Perëndia sheh motivet, mendimet dhe qëllimet e zemrës. Kjo është një paralajmërim kundër hipokrizisë, por dhe një ngushëllim për ata që bojnë padrejtisht. Domethënë që njerëzit nuk i kuptojnë, po i kupton Perëndia, dhe Zoti një ditë do japi çdo kujt të drejtën absolute që ai meriton. Etikisht që lexojnë këtë pjesë e përmbledhin, Perëndia është plotësisht i paanshëm, tha. Ai nuk tërhiqet as nga lidhjet e gjakut, as nga formaliteti, por sipas besimit dhe veprat të çdo kujt. Çdo njeri ka një përgjegjësi morale sipas dritës që ka marrë, pra si është dhënë dhe do t'i kërkohet. Besimi i vërtet duhet shfaqet në jetë dhe në vepra, pra nuk do të jetë thjesht një besim intelektual, por një besim praktik. Dhe letra e Apostullit Pavli drejtuar Romakëve dhe në këtë pjesë etrit na kujtojnë se askush nuk shpëtohet vetëm nga veprat e veta, duhet ta kemi kujdes të. Shpëtimi vjen përmes hirit të Jezu Krishtit. Megjithatë, veprat tregojnë se ky hir është pranuar dhe po vepron në jetën e njeriu. Pra, kur një njeri bën një të mirë, ai nuk e bën nga vetja këtë, është Zoti që ndikon tek ai, edhe në mënyrë të pavetëdijshme. Është zëri i ndërgjegjes pra që e shtyn atë, është ai ligji natyror që ka dhe te njerëzit të cilët nuk kanë njohuri fetare. Prandaj njerëzit do gjykohen për veprat që bëjnë të mira ose të këqija. Kjo është arsyeja pse Pavli po flet njëkohësisht për besimin, hirin dhe domosdoshmërinë e një jete të drejtë. Kështu që gjykimi i Perëndis do jetë i drejtë si për një besimtar, por dhe për një njeri që nuk ka njohuri e besimit të vërtetë, siç kishin Judejt, por siç kemi edhe ne krishterët sot. Mendoj ta mbyllim edhe këtu dhe takimin për sot. Ju uroj një të diel të bekuar dhe mirë takoheshim në takimin tjetër.